Koalicionet e lidhura për garën e balotazhit nuk dhanë edhe shumë rezultat të dielën kur qytetarët ju drejtuan kutive të votimit për zgjedhurat që duan t'i udhëheq për mandatin e ardhshëm. Pavarësisht bashkimit të LDK-s me PDK-n, në Gjilan triumfoi Alban Hyseini i vetëvendosjes, të cilit gjilanasit ja besuan edhe një mandat me 61% të votave sipas rezultateve preliminare. Koalicioni s'kreu punas në Mitrovic si një nga komunat më të përfolura në këto zgjedhje lokale. Aty Fatën Peci i vetëvendosjes triumfoi kundër Arjan Tahirit të PDK-s, i cili kishte koalicion me të gjitha subjektet tjera në këtë komunë. E njëjta gjë ndodhi edhe në Fushë Kosovë, ku Valon Prebreza arriti ta mposhtë LDK-n që për balotazh u bë bashkë me PDK-n. Vetëvendosje fitoi edhe një komunë, atë të Obiliqit, kundër kryetarit të deritanishëm Xhafer Gashi. Përveç që i kemi marrë 4 komunat që kena qeverisë këto 4 vjet, po du jepën Gjilanin, Kamjenicën dhe Shtimën, i kena fitu Fushë Kosovën, Obiliqin. Por komunën që udhëhoqi për 4 vjet arriti ta ruaj përparim Rama, i cili triumfoi ndaj Hajrullah Çekut të vetëvendosjes në garën për kryeqytetin. Pushtetin LDK-ja e ruajti edhe në Pej, ku Gazmend Muhaxhiri mundi kundër kandidatin nga vetëvendosje Taulant Kryeziu. LDK-ja po ashtu rezultatin e mbrojti edhe në 3 komuna tjera që udhëheqte më parë, Junik, Viti e Dragash. Jo të gjitha kanë arritur rezultatet që kemi dëshiruar, por në përgjithësi LDK-ja ka një rezultat të jashtëzakonshëm në një garë shumë të vështirë elektorale në Kosovë. Komuna mbrojti edhe Partia Demokratike e Kosovës. Shaqirtota i doli fitues në Prizren përballë Arban Abrashit të vetëvendosjes. Edhe Ferit Idrizi rimori besimin e voshtriasëve, anipse kundër kandidat kishte Suliman Mehollin e vetëvendosjes, që në balotazh u përkra nga Xhafer Tahiri i LDK-s. PDK-ja do të qeverisë përsëri edhe në Kaçanek, anipse me kandidat tjetër. Komunat që udhëhoqi për 4 vjet i mbrojti edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në Gjakov, Suhare, Krahovec e Klin, kryetarët e drejtanishëm do të vazhdojnë punën edhe për 4 vjet të tjera, me që edhe një herë morën besimin e qytetarëve. Është një rezultat i mirë, jemi të gëzuar, vërtet është edhe një ndjenjë përgjegjësie, i lush kryetarët që të punojnë. Kësaj nga 18 komuna sa ishin në balotazh, 5 i fitoi Lidhja Demokratike, nga 4 komuna vetëvendosje dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e 3 të tjera Partia Demokratike. Ndërkaq nga një komunë e fituan edhe Lista Serbe dhe Partia Demokratike Turke.